Liderët e Ballkanit Perëndimor u mblodhën në Shkup për të diskutuar realizimin e agjendës së reformave dhe planin e rritjes. Tashmë kur kanë mbetur edhe 2 javë deri në përpilimin e raportit dhe pak javë deri në marrjen e mjeteve të para. Komisionerja për zgjerim Marta Kos, si përfaqësuese më e lartë e Bashkimit Evropian në këtë takim, tha se BE-ja është krenare me realizimin dhe kërkoi intensifikim të punës për kushtet e parealizuara. Më vonë gjatë muajit ne do të bëjmë pagesat për rrethin e parë të raportimeve rreth zbatimit të agjendës së reformave. Shumat e plota do të paguhen kur të gjitha reformat të zbatohen plotësisht. Raportimi i radhës është për 2 javë, kështu që ne do t'i përpunojmë ato raporte sa më shpejt që është e mundur, që të mund të paguajmë sa më shumë fonde nëse janë përmbushur kushtet. Ne jemi krenar të tregojmë rezultatet e para verbalisht. 75% e reformave të dakorduara në mënyrë gjenerale për të gjitha vendet, ose janë zbatuar, ose janë duke u zbatuar, por 1/4 nuk janë bërë akoma, dhe unë i inkurajoj liderët të intensifikojnë punët për zbatimin e tyre. Kryeministri Kristian Mickoski tha se vendi do të zbatojë planin e rritjes jo për shkak se e kërkon BE-ja, por për zhvillimin e vendit. Nuk pranoi të ketë ngecje në zbatimin e reformave të rëndësishme, edhe pse afati për disa prej tyre skadoi në fund të qershorit. Ky është mekanizëm që mundson jo vetëm qasje deri te investimet dhe fondet, por edhe kornizë motivuese për avancimin e sundimit të ligjit, efikasitetit të institucioneve dhe konkurrencë ekonomike. Por ne ky plan nuk është formalitet, por mjet nëpërmjet të cilit do ta transformojmë vendin. Unë nuk do të thoja që 3 ministri vënojnë me reformat kyçe. Ne jemi si shtet me atë mesatare prej 75% që përmendi komisionerja Kos, me disa përqindje mbi të. Me ligje që për momentin janë në kuvend dhe shumë shpejt, gjithë kjo do të përfundohet. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se vendi i tij zbaton planin sipas afateve. Jemi shumë afër, nuk kemi qenë asnjëherë më afër, jemi shumë afër dhe besoj shumë që ne do t'i përmbushim të gjitha detyrimet tona, siç kemi parë dhe afatet me Komisionin Evropian, dhe plani i përbashkët do të realizohet plotësisht. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se rezultati i bashkëpunimit rajonal janë disa nga arritjet e fundit për pikat kufitare. Për mua është çdo herë kënaqësi që të vi në Shkup, sidomos tash që kemi pikat e përbashkëta të kontrollit, edhe Hanza Elezit Blac, e cila me 12 prill u funksionalizua, edhe ajo në Globoqic Jažic, e cila me 28 maj si vjeç u funksionalizua. Të gjitha këto janë rezultat i marrëveshjeve të përbashkëta që i kemi bërë me qeverinë Mickoski. Në takimin në Shkup ishte edhe kryeministre e Bosnë-Hercegovinës, ministri për çështje evropiane i Serbisë dhe ministri për punë të jashtme i Malit të Zi.